Një personi që unë do t'a quaja një armik i egër i demokracisë në Shqipëri, unë jam i bindur në mbar botën, po unë flasë për Shqipërinë, një kryecensor i fjalës së lirë që quhet George Soros. Në mediat amerikane ti gjen po të lezosh kritikat përditshme për cilin do, përfshi presidentin Joe Biden, po një gazetar që të bëj një kritik për George Sorosin duhet të tregoj guxim shumë të madh. Po kështu në rrjetet tjera në Europë dhe kudo. Njëri që ka shpenzuar $18 miliard për korupcion në Europë, për të korruptuar politikën në Europë, është një rrezik i madh për demokracinë. Për shqiptarët, në mënyrë specifike, ai është në bashkautor me Beogradin dhe Edi Ramën në projektet e ndarjes dhe shkëmbimit kufive, në projektin e Ballkanit të hapur. Ne themi ky Lavrovi dhe këte, po në çdo takim, në çdo summit, Alexis Soros është si kumbara i summitit. Është e vërtet kjo, gazetarët e kanë... Po shpeshherë Alexis Sorosin e kemi parë edhe te Albin Kurti. Dhe nuk hyu në agjendën e kurkuj, po unë shpreh konsideratat që kam pastaj se me këta kohët ajo është punë e tij. E kemi pasë shumë të afërt me Alexis Sorosin Albin Kurti. Dhe thotë kjo që ka naj diçka... Unë nuk di se ç'kan, po unë them që kjo është konsiderata ime për te. Ai është mbështetës kryesor i Ballkanit hapur. Ballkani hapur është një projekt funde krye anti-shqiptar i mbështetur nga George Soros dhe nga Vladimir Putin dhe Lavrov, projekt që dhe Edi Rama si vasali Vučićit, synon të hapë Ballkanin, këtë zonë, për hegemoninë serbe dhe influencë ruse. Edi Rama është një faktor, se me qenë se po flisja parë për te. Me rrezikshëm anti-shqiptar, ndofta se vetë Vučići, ose sa Vučići. Ju e morët vesh besoj, se çfarë ndodhi në summitin në Prag. Në fjalën e tij Aleksandar Vučić në darkën e summitit, u thot të pranishme, duke aluduar për udhëheqjen politike të Kosovës, se kam 17 vjet që bëj çdo përpjekje pa asnjë rezultat me ta. Se këta shqiptarë që janë të këqij në formulën e vjetër jugoslave. Kurse me Edi Ramën, i cili ishte aty, merrëm vesh si me qenë vlla binjak siames. Kjo ishte deklarata që bëri në prani të gjithë kryeministrave dhe kryetarëve të shteteve të Europës, ishin 44 vende. Pra, është një situatë për ta mbyllur e komplikuar, është një situatë e vështirë që kërkon vendime. Uroj dhe dëshiroj që Kosova të bëjë çdo përpjekje për negociata të cilat ajo e ka të drejtën me vete në mënyrë që ky proces të ecë përpara.